përgjithësi që keni pasur më herët inspektime, pse ka ardhur deri te vendimi për mbyllje pas inspektimit të tjershëm? Çka kishte më ndryshe në këtë inspektim krahasuar me ato të tjera që keni pas në kohën e kaluar? Po ashtu brendet që përmendni që vinë nga jashtë, a i nështrohen testimeve të njëjta si edhe produktivuar për të bënë treg, edhe për dëmbimin që përmendni se keni bërë për mostrat e mëdha dje. Është kjo për shkak të dyshimeve që mund të kenë ndonjë ndrim dhe çka janë ato mostra që pritet të bëhen? Ne sa i përket vendimit vetëm e ceka sa më herë domethënë. Le dali publikisht ne jemi të gatshëm edhe kolegës ju përgjigja që ne jemi të gatshëm që sonte 24 orë punëtorët janë të gatshëm të thënë punë. Na nuk kemi as kundër fermerit, as kundër Kosovës, as kundër askujna. Ne kërkojmë drejtën tonë që ky brend çka ka brenda. Nuk po thojmë kur gjëj. Urnoni, deklaroni. Ne jemi të vëdijshëm që është 1000% qumsh Kosove, jo qumsh Serbie apo dikush tjetër. Sa i përket a bën analizat, kjo është pyetje e mirë të bëhet ministri edhe në agjencion, në këshyra bën analiza, po sa bën komisione për verifikimin e kësaj fabrike. Unë mendoj që fabrika jonë është fabrikë me model evropiane që në region besoj që nuk ka. I kemi edhe licencat e licencueme që ne kemi çdo vit dhe kemi njëkohësisht edhe KFOR-i amerikan, çdo 6 muaj ka rutinë që na kontrollon. Njëkohësisht është AFS-i, se pas 2 viteve AFS-i nuk të pyet a je i gatshëm as je i gatshëm, ata vinë vetëm vetë se është një certifikat botërore, kështu që ne jemi pajisëm me to, njëkohësisht e kemi edhe halal. Për çështjen e mostrave është marrë vesh për Jo, këtu është cek, po vjen shumë keq, sigurt e keni pa një për media, mos gaboj, një komunikat për media kanë thënë që është krejt kontra kësaj që kanë shkruar vetë inspektora. Domethënë, këtu shkruan fakt diçka tjetër, këtu cekët që janë marrë 2 litra qumsh me 3.2 yndyrë, për verifikimin a ka vaj pame. Edhe ne po ju bëjmë prapë, si në vaj tepër, publikisht. Urdhëroni, publikoni që të fillon vita, mos t'i qesim njerëz të rrugë, mos t'i lojmë njerëz pa punë, mos t'i lojmë ata fermerë me stres, se është gjuna. Urdhëroni se kjo është qumsh, nuk ka diçka tjetër. Sot që kanë marrë edhe mostra të palmës me veti, është e cekme në deklaratën e mos gaboj, po nuk është në komunikat, po këtu nuk është e cekme. Domethënë është komplet kontra me ato që kanë shkruar vetë. Domethënë diçka tjetër kanë shkruar komunikat për media, diçka që unë i kam bërë kopje edhe do ju shpërndaj edhe juve, që keni sa më qartë.